Përshëndetje të gjithëve. Do bëj një koment sot, realisht e kam paremëruar atë në rrjetet e mia sociale, ku do flas për infrastrukturën, për problematikën që është në infrastrukturën shqiptare, në shumë pjesë të vendit, qoftë në jug, qoftë edhe në veriun e vendit. Pse unë nxita për të bërë këtë? Du ta lidh diçka me shërbimin gjeologjik. Kam bërë disa ftesa. Për gjeolog, për drejtues të këtij shërbimi e me radhë, për të bërë një bisedë se ku konsiston kjo që po ndodh në Shqipëri me rrugë shqiptare dhe me rrugë shumë të rëndësishme. Shembulli më i qartë është ajo që ka ndodhur në Elbasan Librash, ku tashmë është bllokuar juglindja e vendit. Por edhe në zona të tjera, deri dhe rrugë që janë bërë treja, nuk po flasim për rrugët e vjetra. Ajo që du të them jo për dhënë mend, se nuk është për dhënë mend një studio këtu që është një studio thjeshtë, dhe një televizion i thjeshtë. Por normal si një gazetar me eksperiencë nuk kam pse jo të them një të vërtetë madhe. Shoh gjithë trajtesat që bëhen në media qendrore sidomos. Nuk ftohen gjeolog, nuk e di nëse është kjo smundje që nuk shkojnë. Sepse unë kur kam thirrë gjeolog ose drejtues me radhë, normal ka një lidhje, ka një nuklë lidhës dhe më rrezikohet fëmia nëse e kam atje. Ose tjetri thotë më rrezikohet puna me radhë. Atëherë nga kush merren mendimet? Çfarë flitet në televizion? Normal që flet politika. Mu nuk më pëlqen gjuha e politikës. Sidomos kur vjen puna për gjëra që kanë të bëjnë me anë teknike, që kanë të bëjnë me profesione të caktuara. Siç është shërbimi gjeologjik. Unë jam dëshmitar prej kohësh, jo vetëm si gazetar, por edhe si njeri që kam pulsuar me jetën e rajonit tim. Dhe si gazetar kam ndjek të gjitha punimet, infrastrukturën që në fillim, që në vitin 92, të gjitha rrugët që janë bërë, të cilat janë ribërë disa herë, dhe deri rrugën e Kombit. Kam eksperiencën time edhe tek rruga e Kombit. Dhe është e çuditshme. Te rruga e Kombit, sidomos tuneli i Kalimashit, ne kemi pa tani që ka rënime të tuneleve, herë mi vend, herë mi tjetër, janë formacione gjeologjike, por në tunelin e Kalimashit janë angazhuar specialistë shqiptarë që janë marrë me minjerat, me gjeologjin, me galerit, me furnelet, me njëra tjetër, dhe njohin mirë të gjithë teknikalitetin që duhet zbatuar në një formacion të caktuar. Dhe nuk pati problem atëherë. Ishin thjesht disa legjenda urbane se bindën në ujgur, por kaloi gjithë tuneli i Kalimashit në rrugën e Komit. Pra, joint venture-i Bechtel Enga Samir u abesoi shqiptarëve. Dhe ne kemi një plejad të shkëlqyer inxhinierësh. Kemi edhe profesorët të jashtëzakonshëm dhe duhet falenderoj me këtë rast të vetmin që e shoh, që del publikisht në rrjetin e tij, por nuk e shoh që ta ftojnë nëpër televizione. Unë do ta ftoj një herë, do ta kem këtu në kuvent. Është profesor Pal Nikollën. Ai i cili flet dhe shkruan pa doreza. Unë nuk e di se kë mbajnë afër drejtues e këtij vendi, kryeministrat, po e them qartë, le ministrat, po ministrat e fushës caktuar, pra të sektorit të infrastrukturës. Kë mbajnë afër. Se nuk është mirë që të diskutohen politikisht. Nuk më pëlqen as qëndrimi i opozitës në këtë rast. Ka drejtën e Zotit, normal kur ndodh një shkrimje, kur ndodh një kataklizmo gati në gjitha rrugët e vendit. Gati të mos ngrej zërin e tij më radh, por jo thjesht për qëllime politike. Ose qote fleta atje, jo po kjo kështu, kjo ashtu, po nuk ka asnjë informacion të saktë se çfarë ka ndodhur. Pyetja e parë që duhet bërë, pyetja e parë që mendoj dhe do ta bëj edhe opozita, pyetja e parë është kjo. Ky ndërtim, kë ka pas staf gjeologjik? Sepse edhe pallatet, edhe në kohën e Tërmetit kjo ka. Janë shem në atë vend ku letrat e shërbimit gjeologjik, sepse janë letrat patjetër në studime gjeologjike, i jepen falso. Thjesht për hajt të mbushim, për mjedisin janë mësuar, për t'i marrë kështu, letrat të cilat nuk kanë fare studim fare, bëjnë një pagesë njëri apo tjetri dhe nuk ka tjetër. Dhe ky në thelb, edhe unë shoh edhe kjo që ka ndodhur. Unë nuk diskutoj këtë punë, unë nuk jam specialist i kësaj fushë dhe them pse ka ndodhur kjo dhe pse u shemin gjithë këto rrugë e tjera me radhë, por ama duhet një gjë specialiste më valla. Kam nevojë dhe unë pra si njëri i kualifikuar në marrëdhëniet me publikun, me mediat e me radhë, dhe unë nuk di çfarë t'ju them njerëzve që më pyesin. Dhe atëherë ngelin legjendat urbane politike. Dhe them edhe për urat, po kështu. Mu më vjen mirë për shembull fjala vjen që edhe këtu.
edhe këtu në Akrolis TV, ne kemi nxjerr kronika speciale me radhë, fjala vjen për urën e matit, e cila po bëhet tani dhe uroj që të jetë bëhet tamam me specialist të duhur dhe në kondicionet e duhura. Por ama janë ngrit çështja e urave, çështja kështu. E njëjta gjë është mënyra se si shfrytëzohen lumet, edhe shkumbini, e me radhë, pra gjithandej, sa kanë ndikuar këto? Sa ndërtimet se mund vinë gjëra edhe shumë më të rënda, ka përmend kryeministri Portugalin, po ashtu edhe në një zonë të Italisë ku gati po shemet në jug, po shemet një rafshnalt të tërë që është një qytet i tërë aty, po në Shqipëri, po të shohësh edhe në Tiranë, në kodra të ndryshme që janë mbipopulluar me ndërtime me radhë, normal kur bie edhe shi atëherë krijon, thashë edhe herë, pa folë si gjeolog, krijon ngarkesën e madhe dhe çfarë ndodh atëherë? E merr me veti gjithë luginën atje. Edhe herë unë e ngrita te vetëm për këtë gjë, domethënë që ka momenti që të flasin specialistët, dhe sidomos për këtë problem që ka ndodhur në Shqipëri në rrugë shqiptare. A vinë për shkak se nuk janë dëgjuar gjeolog për problemet që kanë ndodhur në tunelet e infrastrukturës shqiptare? A janë dëgjuar gjeolog dhe a ka studime të mirëfillta për ta orientuar? Unë kam pa edhe rrugën e Lurës. Mbaj mend kam biseduar një herë para 20 vitesh një intervistë me një gjeolog. Po nuk di që të kem pa tani që të shohin gjeolog zonat caktura geomorfologjike që shkojnë edhe luajnë gjithë sistemin domethënë e qëndrimit të gjithë formacioneve gjeologjike. Pra edhe po marrim rrugën këtu, por edhe tjerë më radhë. Dhe unë mendoj një gjë tjetër që janë thelbësore, që këtu duhet funksionojë, sepse nuk po funksionon. Edhe vetë fakulteti i gjeologji minjerave. Ai nuk mund funksionojë thjesht si fakultet. Janë zhduk shkollat profesionale. Kemi bërtit të madhe për shkollën profesionale të Rubikut. Ne nuk po themi të vazhdojmë tani vetëm turizëm, vetëm gastronomi, kulinari, e me radhë disa kështu. Por të paktën 2 profesione bazike që duhen. Edhe pse mund mos ketë minjera nesër, po duhen, që është gjeologjia dhe minjerat. Po pse kjo shkollë duhet të zhdukej? Se nuk kemi sot shkollë të mesme, teknike, për gjeologji edhe për minjera. Dhe pastaj gjithë konvijerit të vazhdojnë me fakultetin e gjeologjisë. Janë zhduk institutet e projektimit. Që kanë qenë domethënë derivatet e tyre edhe në për rajonet ndryshme. Atëherë ka ardhur momenti për të bërë një diskutim, një debat serioz dhe një plan strategjik të mirëfillt nga qeveria, por dhe nga gjithë politika shqiptare. Se edhe nesër me ardhë një politikë tjetër, nëse vazhdojmë me këtë rritje, do shemen rrugë tjera, e njëjta histori dhe do vazhdojmë me legjendat urbane duke një gjuhë politikë dhe përplasje politike. Kjo mua paktën për kaq sa njohun nuk më pëlqen fare dhe kjo nuk është e drejtë ajo që po ndodh me infrastrukturën shqiptare që në fundit janë taksa të i vendi. Janë taksa të qytetarëve, të cilët jetojnë për shkak që të ketë investime të mëdha, ama jetojnë nga një herë me rrogat të ulura, me taksa më të shumta etj. Pra është një ndikim në të gjithë shoqërinë shqiptare. Nga këtu në Akrolis TV, Gjergj Marku.